Vetëvendosja po kërkon me u anulu krejt votat me post në diaspor edhe me shku në rivotim diaspora. Me votat brenda pelezoj artikullin që veca e shujta. Me votat brenda vendit vetëvendosja mori 48 deputet. U trumpetua shumë nga zyrtarët e tyre e militant se kur të numërohen votat e diasporës, partia e Kurtit do të shkojë në 51 deputet për të qeverisur vetë. Ekspertët sugjeronin ndryshe. Vetëvendosja mbetet në 48 deputet ose maksimumi në 49. Pas numërimit të gjitha votave nga diaspora, vetëvendosja mbeti në 48 deputet. Unë nervozuam keq, shohën të madhe të vogël Facebook. Dhe tash në fond duke përdorur mjetin juridik ankesë, po kërkojnë anulimin e plot votave me post dhe përsëritje të votimit. Mërgot, a jeni gati? Çka ndodhi? Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ku ka kërkuar hiç më pak se anulimin e plot votave me post, si dhe përsëritje të votimeve. Në dokumentin që ka parë Gazeta Nacionale, vetëvendosja ankohet sidomos në LDK-n, që sipas tyre morën shumë vota me post nga Mërgata, ndërsa pak në konsulata. Kjo sipas vetëvendosjes përbën bazë të dyshim për procesin zgjedhor. Në ankesën e tyre përmendet edhe fakti se disa kandidatë u votuan shumë, sikurse Lumer Abdigjiku, Dorsa Kica Xhelili, Saleh Çekaj dhe Gazmend Muhaxhiri. Andaj vetëvendosja ka kërkuar që procesi të anulohet krejt e të votohet sërish nga fillimi me post. Tendenca e lëvizjes vetëvendosje për zvarritjen e procesit zgjedhor, për numërimin, për certifikimin e rezultateve është vërejtur edhe në mbledhjen e fundit të KQZ-s, e cila është mbajtur të enjtën.